Në emërtatit e Fillit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Paqja me ju. Dhe me shpirtin tënd. Vëllezër e motra, jam kënaqur sot që kemi mundësinë të inaugurojmë një komunitar të ri, që fillon shpesh këtu në këtë diocezën tonë me Bakta Gjana, se vetë natyra, vetë numrat që kemi këtu, Padre Giovanni vjen këtu në Shen pas një itinerari gjatë të jetës tij, por të angazhimit tij në kishën në Shqipëri, bashkë me Padre Giovanni Ferraggi në arkitektin e Shkodrës, kanë qenë në Shqipëri që është në fillimit e misionit Barnabitëve në Milot. Pastaj rrugë e Zotit në herë në nuk i dim, edhe shqyqy që nuk i dim përpara, ma mirë, se është e disë që do menon, por Zoti mënyra ndryshme nga udhëheq secilin nga ne. Padre Giovanni Niti tani është këtu. Edhe kush është dishim në këtë? Edhe jemi kënaqur për këtë gjatë. Du të përshëndes arkipreshtin e Shkodrës, Monsignor Giovanni, që ka ardhur në Shkodra sot për këtë rast, provincialin e Barnabitëve, Padre Leo Bernardo, që është e prori Padre Giovanni, deri edhe kështu që e falenderoj nga zemra që ka pranuar që Padre Giovanni të vijë këtu mesin tonë. Përshëndes edhe kryetarin e bashkisë, Albertin, dhe i falenderoj edhe për emrin e rrugës Padre Nikolaj. Meshtarët e pranishëm këtu janë etrit Vincencial, të cilët janë bashkëvëllezër të Padre Nikolaj, por edhe na japin një dorë, një ndihmë, një diocezë sa herë kemi nevojë. Dhe falenderoj që janë të pranishëm dhe për diocezën, Don Gensin, Padre Mikelën, Don Mirketin, Don Mateon, edhe gjithë motrat që janë të pranishëm. Sot është festa e engjëjve, engjëjt rrytar. I kam premtuar që do të lutemi edhe për Monsignor Angelo Masako, sot ka ditën e emrit. Në mëngjes kemi shkruar 2 mesazhe, dhe tash do të lutemi edhe për ty. Edhe ai ka qenë i peshkur i kësaj dioceze, kështu që përveçse që ka qenë këtu. Kemi pas për ty. Kështu që e lutemi, nuk e di a ka tani engjël këtu, që ka emrin engjël? Veç mos jetë e kundërta. Sa më ka dalë për mirë. Falenderoj Zotin për çdo mirë që na bën jetën tonë. Ta falenderojmë për famultarin e ri, që e ri si famultar, se mosha është tjetër gjatë, që na ka shkuar në profesion, Tarash, Sheshej,